Javën që shkoi, ju sollëm rrëfimin shokues të 4 nënave të dëshpëruara, të cilat ndanë me ne të njëjtin problem. Largimin e fëmijëve minoren nga shtëpia dhe braktisjen e shkollës. Djali filloi iket nga shkolla, nuk na ngjon si prind, sillet shumë keq. Tani në fund ka filluar dhe ik nga shtëpia. Kam hallin e gocës, më ikën prej shtëpie. Kjo që ka ikë është hera e 4. Arri me 3-4 shoqë, me 2 çuna, me zor ta hap telefonin. Marrën telefon ku je, jam tu, jam aty. Jemi përballë një situatë alarmante ku një grup prej rreth 5-6 minorenësh, nga 14 deri në 17 vjeç, kanë braktisur shkollën dhe shtëpinë duke organizuar së bashku një jetë jashtë çdo kontrolli. Si hikun nga? Nga dritarja kishin me marrë me makinë. Ku rrin? Në shtëpi me qera. Gozi gënjante shumë, ka marrë shtëpi me qera. Ku i siguron të ardhurat? Nuk e di, i kam gjetur, më thotë mu, lekët. Ku i gjetë lekët? Thashun që keni me shtëpi me qera, po ç'duhet ty më tha mu ku i gjejmë neve. 14, 15 janë gocat, nga 17 janë çunat. Kur largoi të thoshte që po dal? Unë do dal, u do shpit për jorë, ajo nuk vinte. Situata bëhet edhe më e rëndë kur prindrit kërkojnë t'i vënë gjëra të nën kontroll. Sepse këtu adoleshentët bën menjëherë agresiv. Çfarë të thotë? Në çave kokën nuk duruj më juve, dhe thjesht vetëm atërat. Ju jeni të varfër, s'keni lek, unë dua lek, ka hyj leku në qep. Flas ku je, po ik ti më thot shketim drejta një ke më 25 em. Qa do në re? Thot pse merr 1000 herë në telefon, pse më shkruan kaq shpesh. Nuk është më i vetëdijshëm se ç'a bën. Tha ku je, unë jam thash ke parkim. Me sa punë çuna vjet ndër më një thik kaq modhe. Nga nxorrit? Nga çanta. Nga çanta vet? Po. Çfarë të thanë në momentin që ti pikën? Po, rob bofsha, rob qiet, shihet më. Nuk la jëm fjalën, pra si gjë, vetëm thot mjaf, ti flet shumë. Këtë javë ka filluar fjalor të pis. Është bërë shumë agresive, sy këtë, sy atë, më ka gjujtur dhe mua. S'është me trute vetëm. Të pafuqishme përballë fëmijëve të tyre, nënat kanë kërkuar ndihmë tek institucionet, por me sa duket, edhe aty nuk kanë gjetur mbështetjen e duhur. Kam kërkuar ndihmë në polici, asnjë përgjigje nuk morën. Lan dhe një targ taksie dhe s'morën mas safar. Nga ju doli kjo targa e taksist? Ndoqa çunin unë. Më tha jemi plash. Aty taksia më humbi dhe nuk arrita dot ta zbuloja kurrinte. Kam praktik der, po as zgjidhje as si gjë. Do të merr masa se goca më ngiti vetëm në rrugëve, është goca, mund të jetojë një gocë tjetër, nuk e di. Nuk e vogël. Po ku i merr lekë? Nuk e di, mund kërkon lekë. Duke parë se fëmijët e tyre janë tërësisht jashtë kontrollit dhe nisur nga disa sjellje të çuditshme që kanë vënë re, nënat kanë nisur të dyshojnë për më të keqen e mundshme. Mendja të shkon abuzim seksual, pin, droge, asha. Dyshoj se ai është përdorues. Nuk e di me çin është bashku me një grup trafikantësh, pinë çak të droga, gjona. Këto janë vetëm dyshime të nënave, prandaj bashkë me ta mundohemi të kuptojmë më shumë për aktivitetin ditor të këtij grupi minorenësh. Është ora 11 e paraditës të një dite të zakonshme, kohë kur bashkëmoshatarët e tyre janë të gjithë në shkollë, por grupi adoleshentëve është mbledhur në brendësi të një lokali ku qëndrojnë për rreth një orë. Më pas të gjithë së bashku largohen. Në këtë moment, nëna e njërës nga vajzat e telefonon të bien me shpresën se do ta bindë të kthehet në shtëpi. Po të flas mirë ta mam, ku jemi? Me kërë? Jam vërdau vetëm. Ku vërdau me fort të shif? Vërdau jam, ku vërdau? Ku qa vini? Të muzumi aty. Mirë, ha. Ku je ti? Për pak të vi. Ku je? Do vi më i voka jam. Kjo ditë mbyllet pa ndonjë rezultat. Grupi adoleshentëve kanë vendosur të mos kthehen në shtëpitë e tyre. Por ndërkohë në rrjetet sociale publikojnë foto dhe video të banesave që marrin me qera. Por ky është problemi më i vogël, sepse jeta e natës e këtyre adoleshentëve ka kapërcyer çdo limit. Makina luksoze me qera, cigare ashashi dhe çdo natë festa deri në mëngjes. Një jetë që natyrisht ka edhe pasojat e saj. Një sekundë, hajde kaloj një sekundë. 1, 2, kalon 3 sekonda, 5-8 vjetë. Është e diel data 26 prill. Për të disatën herë, nënat e adoleshentëve janë drejtuar policisë ku kanë depozituar kallëzimin për largimin e fëmijëve nga banesat. Sa prindër janë këtu? Ne ka janë atje, për ne që nisemi. O katër që ju kanë ikur ju dhe sot flasim. Do vini një nga një aty, do bëjmë kallëzim. Keni problem se janë. Ka një fëmijë të shkollës. Ja, drejtës na vjen fare fëmijë me gjëra, me makina vordall, kush ajo makinat nuk e di, kush janë me shtëpiat nuk e di. Ka policia të flasin. Ku jeni? Ku vordall, po është po merak familja.